Habitu mjeku, hani me njerë këto ushqime, ulin sheqerin e lartë në gjak. Rritja e sheqerit në gjak, hiperglicemia mund të ketë pasoja të rënda shëndetësore, duke përfshirë diabet, sëmundje kardiovaskulare dhe dëmtime të shëndetit të nervave dhe jo vetëm. Këto janë arsye të rëndësishme përse është e rëndësishme të mbani nën kontroll dietën tuaj brenda kufive normal. Sipas ekspertëve të Healthline, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto janë produktet më të mira ushqyese të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur gjithashtu edhe rëndësinë e madhe që kanë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve që shkakton rritje e papritur të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person i predispozuar të vuani nga sheqeri i lartë, konsultohuni me specialistin e shëndetësisë për të bërë një përzgjedhje të duhur të dietës suaj. Gjithashtu, në mbikëqyrjen e ekspertit duhet të përfshini edhe ushqimet të duhura për stabilitetin më të mirë të sheqerit në trup. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë prezente të dietave tuaja që do ju ndihmojnë ndjeshëm në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Kanella. Kanella është një nga ushqimet më të njohura që mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Studimet tregojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës dhe të zvogëlojë sasinë e sheqerit që qarkullon në gjak. Atë mund ta shtoni në smoothie, në tërshër ose edhe në kafen e mëngjesit. Kështu do të merrni përfitimet e saj unike. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë as përfshirja e spinaqit. Spinaqi është i pasur plot me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme me antioksidantë që ndihmojnë dhe promovojnë shëndetin. Ka një indeks të ulët të glicemisë që do të thotë se nuk shkakton rritje të madhe të sheqerit në gjak. Provoni të shtoni spinaqin në sallata, në smoothie ose edhe në opsione të tjera të shëndetshme. Kështu përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese kundër rritjes së papritur të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person i predispozuar që të vuani nga luhatjet e larta të sheqerit në trup, në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe avokadon. Ky super ushqim është i pasur me yndyrna të mira dhe me fibra, të cilat do të ndihmojnë dukshëm në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij, citoi studimi. Gjithashtu, yndyrnat e mira që gjenden tek avokadot ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe ofrojnë gjithashtu një reduktim të rritjes së papritur të niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Boronica gjithashtu është një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm ushqyes, shumë i vlefshëm për menaxhimin e luhatjeve të papritura në trupin tuaj. Boronicat janë të shijshme dhe të pasura me antioksidantë të cilët ndihmojnë në luftën kundër inflamacioneve dhe rezistencës së pakontrolluar të insulinës. Ulëntimet tregojnë se ngrënia e boronicave çdo ditë mund të përmirësojë rregullimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të ndihmojë gjithashtu të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe të mbani nën kontroll këto komplikacione. Një tjetër produkt mjaft i vlefshëm për persona që vuajnë nga diabeti është edhe tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibra të tretshme të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorrët. Duke reduktuar kështu nivelin e sheqerit në gjak, do të filloni gjithashtu të keni edhe më shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit. Është e rëndësishme që përveç tërshërës në dietën tuaj të shtoni edhe përmbajtjen e kakaos. Kakao dhe pluri kakaos pa sheqer në veçanti është treguar se ka efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet që përmban kakao mund të përmirësojnë ndjeshmërinë e insulinës dhe të ndihmojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të glukozës në trupin tuaj. Provoni të shtoni pak kakao në smoothie ose edhe në përmbajtje të tjera ushqyese. Kështu do të merrni një përmirësim më të mirë të shëndetit tuaj dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet e përsëritura. Dieta mund të jetë mjaft e rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Për sa kohë ushqimet konsumohen brenda standardit të duhur dhe nën kontrollin e specializuar, ato do të luajnë një rol pozitiv në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe do të mbajnë gjithashtu larg sulmet e papritura të sheqerit në trupin tuaj.
Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk e prodhon si duhet insulinën ose nuk mund ta përdorë atë si duhet në aktivitetet jetësore. Ky problem mund të shkaktojë një akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë mund të pasohet gjithashtu edhe me njësër simptoma siç mund të jenë drobitje fizike, sëmundje të zemrës, gjithashtu edhe komplikacione të tjera të përsëritura. Sipas të dhënave të Healthline, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është gjithashtu ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet, të cilat trupi i përthith ngadalë, janë më të mira sepse nuk do të shkaktojnë luhatje të papritura të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga ushqimet më të mira, të cilat do ju ndihmojnë dukshëm në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Drithrat e plota ose buka prej elbi mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, por buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, mund të ketë nivele të ulta glicemie të cilat janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrës, që ngadalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe mollët gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Shumica e frutave kanë nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë më shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutit. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me përmbajtjen e lartë të sheqerit. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të vuajnë gjithashtu nga rritjet e papritura të sheqerit në gjakun e tyre. Sa më mirë ta balanconi dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni. Konsultohuni me specialistin dhe gjithashtu përzgjidhni dietën e duhur standarde sipas rastit tuaj. Patatet e ëmbla mund të jenë një favorizues i lehtësimit të luhatjeve të papritura të sheqerit në trupin tuaj, që do ju ndihmojnë të menaxhoni këto komplikacione dhe të përmirësoni ndjeshëm mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e shëndetit të dobët. Gjithashtu, kosti është një përzgjedhje e cila mund t'i japë shumë përfitime shëndetit, ndërsa i nevojitet pak. Kosi është një nga produktet e bulmetit të cilat ulin në riskun e shfaqjes së diabetit, citon Healthline. Kosi i bërë në shtëpi pa përmbajtje të shtesave të ndryshme mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në menaxhimin e papritur të luhatjeve të sheqerit dhe gjithashtu parandalimin e këtyre komplikacioneve. Shumica e arrorëve janë të mira për përzgjedhjen e personave diabetik. Arrat janë të pasura me fibra që kanë nivele të glicemisë prej 9.55. Ato gjithashtu janë shumë të shëndetshme dhe të pasura me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura dhe antioksidantë, vitamina gjithashtu edhe minerale si magneziumi dhe kaliumi. Ndërsa arrorët konsumohen pa e tepruar në dietën tuaj, përfitimet e tyre në shëndetin e përgjithshëm do të jenë të menjëhershme dhe më të fuqishme për mbrojtjen e organizmit tuaj dhe jo vetëm. Personat që vuajnë nga diabeti, në dietën e tyre ushqyese gjithashtu mund të shtojnë edhe hudhrat. Hudhrat do të ndihmojnë ndjeshëm në luhatjet e sheqerit në gjak duke ju ofruar një mbrojtje më të mirë të situatës tuaj klasike dhe do të lehtësojë gjithashtu kontrollin e dobët që mund të kenë edhe luhatjet e sheqerit në trup. Sa më mirë të konsumoni produktet ushqyese dhe sa më mirë të rregulloni dietën tuaj, aq më pak shqetësime do të keni kur vuani nga diabeti tipi 2. Diabeti është një sëmundje e cila nuk duhet të neglizhohet. Adresoheni menjëherë atë tek mjeku juaj në rast se vëreni simptoma të çuditshme, sidomos që nuk i keni parë më parë. Sigurohuni që të flisni me ekspertin e shëndetësisë, të bëni përzgjedhjen e duhur, të merrni barnat e caktuara dhe kjo është mënyra më e mirë për të menaxhuar luhatjen e sheqerit. Por duhet të menaxhoni peshën, stresin dhe faktorët e tjerë të jashtëm që mund të ndikojnë në përkeçimin e situatës suaj dhe të rrisin gjithashtu edhe problemet në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.